Për të 46 ditë radhazi, qytetar dhe aktivist u mblodhën në sheshin Skënderbej në Tiranë, duke kërkuar largimin e qeverisë dhe të gjithë klasës politike. Më pas, protestuesit marshuan përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe u ndalën para kryeministrisë, ku nisën fjalimet. Aktivistja Luciana Kokaj deklaroi se protesta ka arritur disa prej qëllimeve për të cilat nisi. Sipas saj, reagimi qytetar ndikoi që Komisionerja Europiane për zgjerimin, Marta Kos, t'i kërkonte qeverisë shqiptare shqyrtimin dhe zbatimin e disa prej kërkesave që lidhen me zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike. Marta Kos u detyrua që t'ia vënë detyrim qeverisë pranimin dhe realizimin e disa prej kërkesave tona. Kjo është një fitore e madhe për ne! Antari i grupit koordinues për Parim Gjeka prezantoi edhe kërkesat reja. Ne kërkojmë një proces të plot dhe të pavarur verifikimi, që askush të mos jetë mbi ligjin dhe që çdo pasuri të provojë ligjshmërinë e saj. Për këtë, duhet një proces kombëtar verifikimi dhe rishikimi i të gjitha pronave për gjatë vizë bregdetare shqiptare nga Saranda deri në Shkodër. Të kalojë në sit çdo vil, çdo resort, çdo ndërtesë dhe çdo parcel toke. Të verifikohet origjina e pronësisë, ligjshmëria e dokumenteve dhe mënyra e përfitimit të çdo pasurie. Çdo pronë që provohet nga drejtësia se është marrë në kundërshtim me ligjin, duhet i rikthehet interesit publik dhe pasurisë kombëtare. Ndërkohë, organizatori Ilir Xhemalaj kërkoi që qeveria shqiptare të shpallë non grata ministren serbe Snežana Paunović pas deklaratës së saj për spastrimin etnik të Kosovës. I kërkoi qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, i cili deri më sot nuk ka bërë asnjë deklaratë dhe nuk ka mbajtur një qendrim zyrtar të qeverisë shqiptare ndaj kësaj zonje. Duhet që ta shpalli non grata. Ky shesh e ka shpallur non grata Snežana Paunovićin, Edi Ramën dhe Vučićin. Protestuesit përsëritën se tubimet do të vazhdojnë, ndërsa kërkesat e tyre po zgjerohen nga çështja e zvërnecit te pronat bregdetare, ligjet strategjike dhe përgjegjësia politike.